Produktet kryesore për të bërë këtë baklava, e cila është shumë në modë tashmë në Turqi, janë këto: petat, një gotë me arra, qumësht, sheqer, gjalp, çokoladë dhe kakao. Këta janë përbërësit kryesor. Patjetër që do përdorim edhe ujë për sherbetin dhe pak vanilja. Në një tenxhere do të shtojmë 3 gota sheqer. Gota nga këto ujë që i bie 250 ml. 3 gota të tilla për sherbetin. Do të shtojmë edhe 1 gotë ujë dhe më pas, kur sheqeri të jetë tretur dhe sherbeti të jetë ftohur, do shtojmë dhe 2 gota qumësht. Kjo është veçantia e kësaj baklavaje sepse në sherbet ka dhe qumësht. Tek sherbeti shtojmë edhe 1 sheqer vanilje. 1 paketë mjafton. Në një enë tresim 200 gram gjalp. Pasi mbaruam shtrimin e petëve të pakos së parë, do të kryjmë arrat dhe do t'ju hedhim të gjitha njerësh, do jetë vetëm me 1 shtresë arrash. Dhe më pas do shtrojmë pakon e dytë të petëve. Kaq mjafton besoj, sepse unë nuk i preferoj më të imta se kaq. Dua ta ndjej arrën, e kam shumë qef. Vazhdojmë të njëjtën procedurë si në fillim, edhe pas shtrimit të arrave. Petët një nga një i lyejmë me gjalp. Pasi e kemi prerë baklavan, do e fusim në furrë me 180 gradë për 20 minuta dhe më pas do e ulim në 140 gradë dhe do të vazhdoj pjekja ngadalë për 30-35 minuta të tjera. Në qoftë se ju ka mbetur gjalp, pasi i keni lyer petët një nga një, mund t'ia shtini sipër petëve mbasi e keni prerë. Atëherë baklavaja u poq, e lam 2-3 minuta jashtë dhe tani do i hedhim sherbetin, i cili është me qumësht.